Unë, zoti Rakipi, vazhdoj të ngelem skeptik që mund të kemi një përfundim të luftimeve në çdo lloj forme qoftë ky. Edhe në qoftë se... A kjo është një retorikë tani ju? E Trumpit dhe... Është një retorikë e Trumpit e ndikuar nga faktor të brendshëm që i ka me presion të lartë, shumë. Vetë lëvizja MAGA, vetë persona publik me shumë ndikim në Shtetet e Bashkuara që nuk e mbështesin Trumpin në këtë aventurë të tij, por edhe nga zhvillimet të dukshme që kemi në Gjirin Persik, pra zhvendosjen atje të një numri të madh parashutistësh, marinsash, marinarësh, zhvendosjen në Gjirin Persik të paktën 1 ose 2 aeroplan mbajtëseve të tjera, tani nuk e di sa afër janë, por që e di që sipas raportimeve janë duke shkuar ose janë diku aty, aeroplan mbajtësja George Bush edhe Tripoli, aeroplan mbajtësja tjetër. Kemi një përshkallëzim të deklaratave që lidhen edhe me Houthit në ngushticën Bab el Mandeb, pra mund të kemi një bllokim edhe të ngushticës Bab el Mandeb që do ta bënte krizën aktuale energjetike botërore, do ta fuste në një fazë paniku të vërtet, nëse do të kishte një skenar të tillë të bllokimit të rrugës së detit Kuq. Kjo edhe për portin e Yanbus në Arabinë Saudite, pipeline-i, tubi që transporton naftën nga Gjiri Persik në detin arabik në portin e Yanbus, do të dilte tërësisht jashtë funksionit nëse deti i Kuq do të bllokojë. Të gjitha këto për të thënë fakt që situata jo për të ndjell ndonjë gjë, po për të thënë që mbase nuk është aq pranë paqes sa duket. Për të thënë tjetrën që në Izrael Netanyahu pavarësisht se vetë nuk gëzon mbështetje, ai dhe qeveria e tij, por lufta gëzon mbështetje shumë të lartë. Nga 81% që ishte në fillim të marsit, tani ka rënë vetëm diku te 13%, është 68% mbështetja për luftën në Izrael. Dhe vetë Netanyahu sot ka deklaruar që lufta do të vijojë në çdo front, jo vetëm në Liban, por edhe në frontin me Iranin. Pra, e gjitha kjo për të thënë që përpjekjet janë përpjekje diplomatike të Turqisë, të Egjiptit, Arabi Saudite përmes marrëveshjeve të Islamabadit janë të lavdërueshme, janë të mirëseardhura, por është e vështirë që Irani t'ia falë këtë që i kanë bërë. Unë do ta sjell aty ku jemi ne dhe ku e kemi ne hallin që është Evropa. I fituari ose e fituara e madhe e këtij konflikti është në afatgjat është Kina, në kuptimin më strategjik të konceptit. Ndërsa e humbura e madhe është padyshim Evropa dhe mua kjo gjë më shqetëson sepse ne jemi në Evropë dhe orientimi strategjik i Evropës është si pula pa kokë. Kur ja pret pulën kokës që ikën kuturus andej këtej. Dhe kjo vë në pikpyetje dhe kohën e antarësimit tonë, cilësinë e antarësimit tonë, kushtet e antarësimit tonë dhe vetë konceptin e Evropës, po unë shpresoj për ta mbyllur që Evropa do të marrë gjitha masat politike dhe strategjike që të ndërtoj ekonominë e luftës dhe të dalë në një mënyrë ose një mënyrë tjetër nga kjo ku është futur. Bazon? Mendoj që çmendia kryet gjatë këtij viti, se nuk mund ta quaj ndryshe, është një çmendi, e cila do të përfundoj me një rënd të ri botëror. Ajo që... Ky që ka nisur Trumpin duket një rënd shumë i çuditshëm. Po, as nuk kam dilema. Cili do të jetë? Jo. Do të nalen ata. Në fund, kur i përfundojnë të gjitha, kur bjen edhe Tajvani nga Kina, atëherë... Do ulen tavolinë edhe... Se atje rruga është. Se... Pra, ka një qëllim... Rreth asaj çon rruga, saktësh. Ajo që unë jam i shqetësuar është se që me bo me vlerat evropiane që unë jam ka bërtas që sa me veten time edhe pse vlerat evropiane janë bo kaq halin e sy e tjerve. Dhe si është e mundur që këto vlerat që janë krijuar dorën zemër edhe me kolonializim, edhe me një histori gjatë hegemoni, luftra, hegemoni e tjera, me gjitha të Evropa është stabilizuar në një koncept politik demokratik dhe drejta dhe lirive të njeriut, vlerat të cilat na sot mundohemi mi pas. Dhe është për të çmendur realisht që këto vlera po donin me na ik nga duart në mënyrën më të shpejtë mundun. Edhe për një arsye të vetme,
se këto fuqit më nuk i dojnë këto vlerat demokratike. Sigurisht ne do Jo, të jo jemi... jo të gjitha fuqitë, ëh. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dalë nga aksi i vlerave. Okej. Do ta pranojmë. Jo, pse? Kush tjetër? Jo. Jemi... Vlerat perëndimore po goditen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, Presidenti Trump. Absolutisht. Vetëm nga, fal, po. Presidenti Trump, ke drejt. Presidenti Trump. Atëre, Presidenti Trump, normalisht Kina dhe Rusia si shtete se i ka Kanë qenë pjesë e këtyre vlerave. Kina s'ka qenë pjesë e këtyre. tani... Po janë ka pranuar. Jemi okej. që nuk i kuptoj. Jemi Ka okej, pranuar, janë tradita tjera. Javën e ardhshme ne do të jemi përsëri këtu. Fal, javën e ardhshme. Domethënë, Këtë javë jemi, kjo. se ditë hënë. Pas 2 ditësh, 3 ditësh. javën e ardhshme thash. Ne Jo, është debat shumë interesant ajo që kemi çdo emision po. Batumi. Çfarë Ditën e njëjtë ne do të jemi në këtë Ylli, mos mbaron lufta. u habit kur kur një ditë, për shembull, sikur ajnë në Azerbajxhan, si zdi cilin, jo, tash s'po kujtohet cilin shtet, e priti derisa u rrit djali edhe e la trashëgimtar. Po pse e keni heq mbretërinë, më vëlla? E keni pas mbretëri, tash po e leni trashëgimtarin brenda një koncepti demokratik. Po s'bëhet kjo kështu. Qartë. Me zgjedhjet lira. Tani kemi dhe një që edhe princi i kurorës u do kandiduar për vjojmë të president. diskutojmë gjerësisht në emisionet e ardhshme për këtë problematikë që është ngjarja më e rëndësishme sot në botë. Ku bota është po gjithsesi vijon duke shkuar drejt një katastrofe. Kemi një moment tjetër të rëndësishëm, 24 orët e fundit, studentët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë Veriut protestojnë. Pse protestojnë ata? Unë do të kem një lidhje direkte nga Maqedonia me Vlan Ademi, që është nga organizatorët e protestës, dhe Arben Lalla, nëse mundet regjia, mi paraqet ata, dhe protagonist këtu do të jetë Zoti Axhiu, i cili do të i kemi në lidhje. Po pra se do lidhemi, vetëm mos ta nxjerrin si Klodin që ikte figura. Ja, ku e kemi. E kemi. Edhe ky figurën largon nga telefoni pa. Jo, në rregull është ky. Tani që unë ngatrua se unë s'njoh asnjërin nga këta dhe Mund vetë prezantohen. të prezantohemi. Dëgjon. Përshëndetje të nderuar, jam Mevlan Ademi, një nga organizatorët e protestës së sotshme në Shkup. Baron, ti je student? Je student? Po, jam juridik. Juridik, po. Student i juridikut. Bëni një rregullim të ju lutem. Problemi madh është kjo puna e gjuhës atje. Problemi madh. Problemi që është- Baton, E kishin derisa thjesht regjia të ndihmojë Kanë zgjedhur. për të rilidhur. Çfarë kemi? Çfarë ndodh? Bëshin element shtetëformues. Tu bashkonin me Shqipërinë. është fyese, është UÇK-ja për atë doli në 2001, nuk doli për... Arben Lalla nuk përgjigjet, thotë, kemi në lidhje do të jetë vetëm me Vlana, Zoti Mevlan Ademi, tjetri nuk përgjigjet sepse shkoi vonë.